Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falënderojmë Allahun e lartësuar, salavatet dhe selamet qofshin mbi të dërguarin e tij Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen dhe shokët e tij. Thot al-Sheikh rahimahullah, autori i librit Muhammad ibn Abdul Wahhab, من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. Ai cili urren diç nga ajo që ka ardhur Muhamedi alayhi salatu wassalam, edhe nëse e punon atë, ai është kafir, pra është vepër që bën kufër. الدرس السادس في شرح الناقد الخامس. Jemi në mësimin e 6 në shtjellimin e anuluesit të pestë. Pra, Muhammed ibn Abdul Wahhabi ka një libër, Anuluesit e Islamit, Nawaqidul Islam, dhe e radhitur si anuluesi i pestë është ai i cili urren diç nga ajo që ka ardhur Muhamedi alayhi salatu wassalam, me të cilin ka ardhur Muhamedi alayhi salatu wassalam, pra përfshihet Kurani dhe Suneti, edhe nëse e fut në praktikë atë, kjo është vepër që është qyfër, është dalje prej feje. Argument për këtë, thot Sheikh Fauzani, është fjala e Allahut. Surën Muhammed ajeti 9, "Dhalika bi annahum karihu ma anzala Allahu fa ahbata a'malahum." Kjo është ajo që i bën pabesimtar ata, nga se kanë urryer atë që është zbritur nga Allahu. Fa ahbata a'malahum. Dhe Allahu jau shfuqizon, jau humb veprat e tyre. Ej abtalaha. Pra kjo është argument i qartë se me urry diçka nga Islami është dalje prej feje. E bazat e Islamit, shtyllat e Islamit janë besimi në Allahun, me lajket e tij, librat e tij, ditën e gjykimit, me besu kaderin, dhe kush i nënçmon ose i përshesh apo i urren diç nga ajo që kanë ardhur, ai nuk është besimtar. Karihu ma anzal Allah. Tha Sheikh Fauzani, Allah ruajt, yashmal al-Quran wa sunnah. Ajo që ka ardhur nga Muhamedi alayhi salatu wasallam, pra përfshihet Kurani dhe Suneti. Falladhi anzala Allahu ala qismain. Ajo që ka zbritur është në dy lloje. Al-Quran është Kurani, huwa al-wahy al-awwal, është shpallja e parë, wal masdar al-awwal, burimi i parë, min masadir al-Islam, nga burimet e Islamit. Qismu thani, e dyta thot është as-sunnah, allati jaa biha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Suneti me cilën është ardhur pejgamberi alayhi salatu wassalam, nga se suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është shpallje. Është shpallje, li annaha wahyun min Allah, është shpallje nga Allahu. Allahu thot për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, "Wama yantiqu anil hawa", ai nuk flet nga hamendja. "In huwa illa wahyun yuha", mirë po ajo është shpallje që i shpallet të dërguarit e tij. Wa qala ta'ala, po ashtu thot Allah, "Wama ataakumur rasula", ar-rasulu, "Wama ataakumur rasulu", çka t'ja u jep i dërguari, çka t'ju urdhon, fa khudhuhu, mirreni atë. Wa ma nahakum anhu, dhe çfarë t'ja u ndalon ai, fantahu, largoni prej saj. Fas-sunnah hiya al-wahyu ath-thani wal masdar ath-thani min masadir al-Islam, thot Sheikh Fauzani, Allah ruajt, suneti është shpallja e dytë dhe është njëkohësisht burimi i dytë i burimeve të Islamit. فمحبة الله ومحبة ما أنزله أعظم أنواع العبادة. E kundërta e urrejtjes është dashuria. Dashuria ndaj Allahut dhe ndaj asaj që ka zbritur, me dashur atë që është zbritur nga Kurani dhe Suneti, është nga ibadetet më të rëndësishme. Po ashtu dashuria ndaj pejgamberit alayhi salatu wassalam, dhe wa bughdhu shay'in mimma jaa anillahi wa au jaa min ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, me urry diçka
që vjen nga Allahu dhe i dërguari i tij Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kjo është ridde, është dalje prej feje. Wal kufru billah, o kufrun billah, dhe është mohim, është pra qyfër. Andaj është obligimi besimtarit me dashur atë që ka ardhur nga Allahu dhe i dërguari i tij, tab'an li mahabbatillahi wa rasulih. Se kur e don sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, fjalët e tij, veprat e tij, ti e don atë që ka ardhur nga Allahu subhanahu wa taala. Dhe kur ti e urreni gjë të tillë, kjo është argument që ti nuk ke iman. Kjo shprehja e Muhammed ibn Abdul Wahhabit, Allahu mëshiroft, walau amila bih, edhe nëse punon me to. Kjo është një rregull shumë i rëndësishëm me kuptu njëri me kuptu fen. Walau amila bih, edhe nëse punon ti me sunet, edhe nëse praktikon islamin. Nëse ke veprën e jashtme, e të mungon vepra e brendshme. Pra veprën e gjymtyreve të trupit, por të mungon vepra e zemrës. Atëherë nuk pranohet. Fa innahu la yakun mu'minan, nuk është besimtar ai që bën vepra të sunetit fes, por nuk ka iman, pra e urren me zemrën. Kështu janë munafikat në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, hipokritët, për cilët kanë zbritur ajete. Ata kanë urryer shpalljen. Allahu thot surën An-Nisa ajeti 61, wa idha qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila ar-rasul, kur ju thuhet atyre, pra hipokritëve ju thuhej ejat e Allahu, pra ejat ajo që është zbritur nga Allahu dhe ejat e i dërguarit i tij Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ra'ayta al-munafiqina, i shihsheti hipokritët, yasudduna anka sududa, pra distancoheshin. Limadha yasuddun, pse largoheshin nga ajo që ka zbritur nga Allahu? Li'annahum yubghiduna al-kitaba was-sunnah, sepse ata e urrejnin Kur'anin dhe Sunetin. Wa in kanu ya'maluna bihima fi adh-dhahir, edhe pse ata praktikonin islamin nga mënyrë sipërfaqësore. Dhe e dini që zakonisht hipokritat janë ata të cilët në kohën e fuqisë islamit, kur muslimanët janë të fuqishëm dhe kanë forcë, ata janë më hipokritët që praktikojnë islamin haptas. Edhe kështu ka vepruar Abdullah ibn Seluli, kur muslimanët kanë qenë të fuqishëm në Mekë, në falin Medine. Sepse kur muslimanët janë dopt dhe ata kanë fuqi, ata më nuk e fshehin kufrin e tyre, po e shfaqin. Kjo është urtësia që munafikat në Medine kanë qenë të fshehur. E dini që çdo moment të cilët kanë pa ata si hapësirë për mi dëmtu muslimanët, veç se munafikat e kanë shfaq ato intrigat e tyre. Dini, kur kanë bashkëpunuar në luftën e Ahzabit, kur janë bashku të gjithë. Dhe në atë moment edhe jehudët e Banu Qurayzës që kanë qenë vetmit Medinë që kanë pas marrëveshje me pejgamberin alayhisalatu wassalam, kur ata kanë pas, si më thonë, një hapësirë, një mundësi të ardhur në mendjet e tyre që po dëmtohet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ata kanë shfaq më një herë dhe kanë prish marrëveshjen. Dhe kështu munafikat, pra janë ata të cilët kanë vepruar në anën e jashtme, kanë praktikuar islamin në anën e jashtme, por nuk kanë pas iman. Walakin yubghiduna dhalika biqulubihim wa 'amalihim fi adh-dhahir la yufid shay'an. Pse ata praktikojnë nga ana jashtme, kjo nuk ju bën dobi. Li'annahu tuqya wa junna wa illa fahum fi qarar anfusihim yubghiduna al-Quran wa sunnah. Pra ata vetëm për interes, për mburoj, jo për diçka tjetër. Lihadha hakama Allahu alejhim bi kufrihim. Allahu ka gjykuar për ta që do të jenë në vendin më të ulët në zjarr. Ma annahum ya'maluna fi adh-dhahir bil kitabi was sunnah, edhe pse ata nga ana jashtme e praktikojnë, mund ta praktikojnë ndonjëherë Kur'anin dhe Sunetin. Thot Al-Fawzan, Allahu e ruajt emel kufar al-asliyun, e sa i përket pabesimtarëve që janë asliyun, parimisht, pra në esencë ata janë pabesimtarë. Fahum min al-asli
ata në start ata urrejnë shpalljen, librat e shpallur. Pra, që janë pabesimtar, qoftë jehudët, kristianët, ateistët, laikët, të cilët thonë ne nuk e besojmë Kur'anin. Wa idha qila apo mushrikët, wa idha qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah, kur ju thuhet atyre, jeni me besuat që është zbritur nga Allahu ila Rasul, qalu, dhe të dërguarit i ata thonë, hasbuna ma wajadna alayhi aba'ana. Neve na mjafton ato që kemi gjetë tek baballarët tanë. Awalau kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an. A nuk e dinë ata që baballarët e tyre nuk kanë ditë asgjë, pra kanë qenë të paditur. Wala yahtadun, dhe nuk udhëzoheshin. Wa idha qila lahum ittabi'u ma anzala Allah, kur ju thuhet besoni, pasoni atë që është zbritur nga Allah, qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi abana. Pra mushrikët kanë thënë, ne do të ndjekim rrugën e të parëve tonë. Pra kjo është pjesë e xahiljetit. Me thonë, unë e ndjeki traditën e të baballarëve, gjyshërve, stërgjyshërve, ne e praktikojmë islamin, se është e vërteta. Jo pse gjyshi, stërgjyshi ka qenë musliman, por ne ndjekim islamin sepse është feja e vërtetë. Dhe shohim këta pabesimtarët apo armiqtë e islamit që në shfaq kohëve të fundit, këta janë edhe më budallën se sa mushrikët e Mekkës, sepse këta thonë ne ti ndjekim fen e të parëve tanë. Pra, do më thonë, duhet me shku 4 shekuj, apo, si me thonë, 20 gjenerata ma herët, ti pe shkel të parë tu, mushrikët e Mekkës nuk i kanë shkel të parë të vetë. Po kanë thonë, pe ndjekim fen e të parëve tanë. Nërsa këta, budallënët e këtij zemani që në shfaq në vendin tonë, ta thonë ne pe ndjekim, jo fen e të parëve, po fen e të parëve që kanë qenë para shumë shekujve. Dhe me thonë, kjo të regon që edhe në aspektin logjik ta janë më ignorant se sa gjahilat e kohës së Mekkës. I kemi pra, thot Shejh Fozani, 2 lloj pabesimtarësh. Ata që janë aslijin, që janë në sens pabesimtar, dhe ata të cilët janë hipokrit, munafika. Dhe kur themi munafika është për qëllim nifak i madh, sepse disa herë kemi shtjellu, dhe besoj që keni dëgjuar disa herë që nifaki është 2 lloje, nifak i madh dhe nifak i vogël. Nifak i madh është kur e shfaq islamin e urren brenda islamin. Kjo është dalje prej feje. Dhe kjo është një prej argumenteve po ashtu që islami nuk i detyron njerëzit me dhunë me pranu besimin e se ata nuk besojnë, sepse nuk na duhen njerëz me i detyru, po me fuqinë e argumentit, sepse njeriu i cili nuk pranon islamin, ne nuk ja vëmë shpatën me thonë ose prano ose të vrajmë, se nuk na duhet, ai se bëhet hipokrit. Këta janë edhe më të këqij se sa, më të rrezikshëm se sa ata pabesimtarët që janë të qartë. Ne pra flasim për ata që e urrejnë islamin me zemër dhe e shfaqin, që nuk i duhen shoqërisë, dhe ata janë shumë të dëmshëm. Dhe këto janë dy grupe. Amal mu'minun, dërsa besimtarët janë ata të cilët innahum yuhibbuna ma jaa anillah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Besimtarët janë ata që zemrat e tyre janë të pastërta, besojnë atë që ka ardhur nga Allahu subhanahu wa ta'ala dhe i dërguari i tij. Innama kana qawlul mu'minin, thot Allah në surën Nur, ajeti 51, innama kana qawlul mu'minin, me të vërtetë qëndrimi besimtarëve, fjala e besimtarëve, veprimi i besimtarëve është idha du'u ila Allahi wa rasulih, kur ata thirrën te Allahu dhe i dërguarit, li yahkum bainahum, që Allahu dhe i dërguarit të gjykojnë për një çështje, an yaqulu sami'na wa ata'na. Ata thonë ne dëgjojmë, pra i dëgjojmë, wa ata'na dhe i bindemi. Ulaika humul muflihun. Të tillët janë shpëtuarit. Po ashtu Allahu thot se nuk keni besuar derisa të mos pranoni për gjykues të dërguarin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam për çdo problem që e keni. Dhe përveç që do ta pranoni, kuptimi i ajetit është thumma la yajidu fi anfusihim haraj. Mos me pas pakënaqësi në zemrat e juaja. Pa nuk guxon muslimani me pas pakënaqësi me vendimet e Allahut. Për këtë gratë muslimane duhet i kenë frikën e Allahut subhanahu wa taala kur është të çështja e martesës më shumë se me një grua. Pra martesa që është e ligjshme në Islam dhe lejohet, ato duhet i kenë frikën e Allahut subhanahu wa taala në këtë pikë.
pavarësisht xhelozisë së natyrshme që e ka femra, pavarësisht që është e natyrshme xhelozia, ne nuk kërkojmë apo shariati nuk kërkon që femrat mos ketë xhelozi nëse i martohet bashkëshorti. Nuk ja kërkon Islami këtë, që të mos jetë xheloze. Por ajo çka është rrezikshme që me urrejt ligjet e Allahut subhanahu wa taala, rregullat e Islamit. Pra duhet mi pas frikën e Allahut. Me gratë, nënat e besimtarëve, gratë e sahabeve, gratë që i kanë frikën e Allahut, nuk flasin fjalë që hidhrojnë Allahun. Nuk duhet të kundërshtojnë mënyrë të gabuar, sepse është pjesë e ndihshme. Nuk duhet me urry diçka që Allahu, sepse po të ishte diçka dëmshme për në Islam, poligamia, po të ishte e dëmshme, nuk do të ishte e lehtëshme, nuk do të ishte e lejuar. Prandaj, nuk duhet mi pas frikën Allahut në këtë pikë. Duhet mi dallu edhe mi nda xhanat, mos me fol fjalë që hidhrojnë Allahun subhanahu wa taala. Apo edhe bashkëshorti, se vren që të mos bëhet sebeb që me nxirr nga bashkëshortja fjalë, pra nëse ai nuk është i vendosur, vetëm ka provokime, nuk lejohet sepse mund të nxjerrë këtë grup besimtar apo motër muslimane me thon fjalë që hidhrojnë Allahun subhanahu wa taala dhe në fjalë të rrezikshme. Prandaj, thumma la yajidu fi anfusihim haraj. Besimtari nuk duhet të ketë në zemrën e tij në atë që gjykon Allahu dhe i dërguari i tij. Thot Sheikh Fawzani, Allahu e ruajt, wala farqa kama dhakarna bayna al-kitabi wa sunnah. Nuk duhet me bëu dallim mes Kuranit dhe Sunetit. Kemi ata fraksion që janë pabesimtar, Kur'aniyun, të cilët thonë ne besojmë vetëm Kur'anin. Ai çka ka nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ne nuk e pranojmë. Dhe këta janë inna ma yufarriq bayna al-Qur'ani wa sunnah, ahli ad-dalal alladhina yaquluna la naqbal ila al-Qur'an. Kjo është padyshim pjesë shumë e rrezikshme dhe është me mohu sunetin, është dalje prej feje. Wa amma inda al-muslimin fa innahu la yatatarraq ilayha ash-shak. Te muslimanët nuk ka kësi lloj dyshime, se Allahu e ka ruajtur sunetin e pejgamberit alayhis salatu wassalam, gjeneratat e para të arta, salafus salih, 3 gjeneratat, shekujt e parë, në mënyrën më të sigurt e kanë ruajtur sunetin e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Pra Sahihul Bukhari, Sahih Muslim, kushtet e tyre, kaj çka kanë Bukhari dhe Muslim janë sakta. Se si i kanë vënë ato kushte dietar, se si kanë transmetuar hadithet. Vetëm besimtari duhet ta mendoj që nëse e kanë pa një transmetues që ka bën një mëkat, nuk ja kanë marrë mo hadithin. Nuk ja kanë marrë mo hadithin. Apo nëse një herë gjatë jetës së tij e kanë vrejtë që ka bën vetëm një gënjeshtër, ata nuk ja kanë marrë mo hadithin. Apo khawarim al-muru, edhe gjanat që janë të lejuara, mirë po nuk janë traditën e atij populli, janë turpshme, edhe këto kanë qenë të kujdesshëm transmetues të haditheve. Pastaj çfarë rregulla është jashtëzakonshme kanë në hadith, pra musalla al-hadith që vendosen rregulla mes që të mos ketë shkputje, e shiqojnë periudhën kohore. Pra nëse është hadithi mursal, ka shkputje, ky transmetues e kanë qartë që nuk e ka takuar asnjëherë transmetuesin tjetër. Nuk e marrin hadithin, nëse thotë e kam dëgjuar, nuk e marrin hadithin prej tij. Pra ka rregulla precize që Allahu subhanahu wa taala i ka bërë sebeb këta dietar e kanë ruajtur sunetin e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Allahu ka thënë, çfarë t'ja u pejgamberi alayhis salatu wassalam mirë, suneti i pejgamberit alayhis salatu wassalam, nuk mund të praktikohet Islami pa sunetin e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Në Kur'an, urtësia e Allahut subhanahu wa taala nuk është e detajuar forma namazit, shtylla e Islamit. Shtylla e Islamit, sa surën Kur'an Allahu e përshkruan se pa namaz nuk ka shpëtim. Namazi, por nuk sqarohet, nuk detajohet si të falet namazi. Si të falen 5 kohët e namazit. Po sqaron suneti i pejgamberit alayhis salatu wassalam.
e sqaron suneti pejgamberit alayhis salam, një nga argumentet më të qarta, më të forta që pa sunet nuk ka islam. Pa sunet nuk ka islam. Dhe prandaj bi amana fahum la yashkuna fi hadith ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, ka ardhur me besnikri të madhe suneti pejgamberit alayhis salam, nuk dyshojnë hadithet e të dërguarit të Allahut, wa ma ahli an-nifaq walladhina fi qulubihim naqsun iman, ndërsa ata që kanë nifak dhe ata që kanë paksim, dobësim në imanin e tyre, siç janë Khawarij wa Mu'tazila dhe fraksionet e tjera, ata fusin dyshim në hadith. Apo një prej bidatëve është që thonë hadith al-ahad, hadithi që transmetohet vetëm nga një njeri, la yufid al-yaqin. Ai nuk aludon në siguri të plot. Dhe mundohen me argumentu me disa argumente të dyshimta, që sjellin dyshime. Ndërsa ahli suneti janë ata të cilët prerë që hadithet ahad, pra hadithi që transmetohet vetëm nga një sahabi, vetëm nga një tabiin, tabi al-atba, është vetëm një zinxhir, e marrin fen prej tij. Dhe e pranojnë këtë hadith. Kështu në akide ahli sunna. Edhe një nga devimet që e ka pas Abul Hasan al-Ma'ribi, të cilën e ka kundërshtuar apo e ka paralajmëruar kundrejt tij Imam al-Jarh wa al-Ta'dil Rabi' ibn Hadi al-Madkhali rahimahullah, ka qenë një prej pikave që ka fut dyshimet të lidhje me transmetimin e hadithit nga një person, khabar al-ahad. Pra ai ka fut dyshime që në përgjithësi tulabul ilm nuk kanë mujt mi vrejt. Po atë që ka komplikuar gjanat, saqë vetëm një imam i madh i sunetit dhe në kohën të cilën e ka godit Sheikh Rabi Allahu e mëshiroft, shumica e njerëzve kanë thonë ky është njeri i sunetit për Abul Hasan al-Ma'ribi. Dhe me kalimin e kohës ai është rreshtuar me Ikhwanul Muslimin. Dhe është nga Ikhwanul Muslimin. Pra, jo nuk ka qenë, si me thënë, e rastësishme apo që ka ardhur nga Imam al-Albani fjala që ka thonë është bartësi i Jarhit të Ta'dilit, por ka ardhur pas shumë vitesh kur çdo vit ju është dëshmuar Imam al-Albanit të hadithit të madh se Sheikh Rabia ka qenë njeri i detajeve, njeri i sinqert, edhe i ka njoft gjendjen e njerëzve. Pra, Safar al-Hawali e ka mbrojt Sheikh Albani në fillim, derisa ai e ka nxjerrë në pah veten e tij duke sulmu Sheikh al-Albani rahimullah, që ka irgja dhe ka shkruar librin Dhahiratul Irja, shfaqja e irgjas, dhe ka goditur Sheikh al-Albani rahimullah. Atëherë Sheikh Albani u ka thonë në mezhlis atyre që i ka pas prezent, vllai jon Medinë pas ka qenë më i ditur se ne në lidhje me këta njerëz. Prandaj në hadithin e pejgamberit alayhis salam nuk ka asnjë mëdyshje. Allahu i mbron, sikur mos gabofsha dikush prej Harun al-Rashidi apo dikush prej udhëheqësve të Abasidëve, kur një njeri e kanë dënuar që ka shpif për pejgamberin alayhis salam, ka shpif hadithe, dhe për me mbrojt fen ata e kanë dënuar. Dhe ai ka thënë halifes se i kam shpif me mira hadithe. Atëra i ka thonë që ka dietarë të cilët e mbrojnë këtë sunet. Me mira pse ke shpif ti, por janë dietarë të sunetit ata të cilët e mbrojnë hadithin e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Wal hasil, pra, anna alladhi yakunu fi qalbihi bughdun li shay'in mimma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, ai i cili urren dish nga ajo që ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me të cilën ka ardhur, ajo është argument që njeriu nuk ka iman. Fa inna hadha dalilun ala nifaqihi. Pra është argumenti hipokrisisë së tij. Wa in kana yad'i al-iman, edhe nëse pretendon që është besimtar. Wa in kana ya'mal bi hadhihi al-hadith dhahir, edhe nëse punon nga ana e jashtme. Wa fi hadhihi al-aya dalilun, po ashtu Allahu ka thënë walladhina kafaru fata'san lahum, ata që janë pabesimtar fata'san lahum, shkatruar qofshin, wa adalla a'malahum, dhe të humbur janë veprat e tyre, s'ka shpërblim. Dhalika bi annahum, sepse ata kerihu ma anzala Allah, kanë
urrejtur, pra nuk e kanë dashur atë që është zbritur nga ana e Allahut, fa ahbata a'malahum. Dhe Allahu ja ka shfuqizuar atyre veprat. Mandej Sheikh Fauzani përmend disa pjesë të islamit që janë në kohën tonë, në kohën bashkohore që urrehen edhe kundërshtohen. Për shembull, e përmend çështjen e kamatës. Kamata është një prej temave që për shumë në këtë zaman është shqetësim. Pra për hapja krediteve, e shihni që shumë fatkeqësisht në shumë vende të Evropës janë mbledh xhamia me kamat. Janë ndërtuar shtëpia me kamat. Dhe me fatva të devijuar, sepse ka qenë për ta janë mundu domethënë mi dhon hapësirë. Dhe kjo është pjesë shumë e rrezikshme. Kamata mbetet e pa diskutueshme, është për mëkateve të mëdha. Dhe thot Sheikh Fauzani Allah ruaj, fa idha qulta lahum hadha riba wallahu wa rasuluhu harrama riba. Apo në përgjithësi ata laikët, ku t'ju thuti laikëve se ribaja, kamata është e ndaluar. Ata pra e urrejnë një gjë të tillë. Ju duket diçka e rëndë kjo dispozit. Dhe kjo është shumë e rrezikshme. Dhe është apo qoftë i përmend Sheikhi edhe qumar wal maisir wal muamalat al mukhalifa lil adilla. I përmend pra siç është edhe bigjozi, lojrat e fatit e të tjera. Po ashtu thot çështja e femrës. Lama kana al-islam qad wada'a dawabit lil mar'a tukhalif ma alayhi al-mar'a fi al-kafira wal-ibahiyya. Islami ka vënë rregulla precize për mbrojtjen e femrës. Femra është e nderuar në Islam. Femra ka pozitë në Islam. Me femrën nuk luhet në Islam. Pra, nëse e akuzon derën e saj, si kitet 4 dëshmitar ti duhet të dënohesh me 80 kamxhik dënim. Pra nëse flet për derën e saj pa argument. Ajo nuk lejohet të udhtoj pa mahrem në udhtim. Nuk lejohet të udhtoj pa mahrem. Nuk lejohet as haxhi shtyllë e Islamit, as edhe haxhin me kry pa mahrem. Dhe e shihni që nëse një presidente e një vendit pra shkon me truproje, pse shkon me truproje? Për të mbrojtur, për të qenë sigurt. Domethënë këtë është e logjikshme për njerëzit nëse shohim një kryetar të shtetit duke udhëtuar me truprojet e saj. Për çfarë? Për ta ruajtur, për ta siguruar ata. Për besimtarët në Islam, çdo femër ka këtë pozitë. E ka një truproje, ajo është një antar i familjes, qoftë bashorti, qoftë vllai. Dhe ka shumë rregulla, pastaj mbulimi i trupit. Pastaj ka shumë rregulla në Islam që nuk ju përshtatet, sepse synimi i pabesimtarëve është me e pas femrën lojë, pra me qenë shërbim të njeriut, të njerëzve, të pasanikëve, të bizneseve. Pra në Evropë femra është, si me thonë, mall tregu me të cilën ata bëjnë biznes. Dërsa në vendi islame, larg asaj që të mendohet që të ketë femra të cilët shiten. Apo, për shembull, në botën arabe, në Medinën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, nuk mund të gjeni spitale ku, si me thonë, apo vendet të ndryshme ku vendet si janë pak më të rënda që i bën femra. Apo s'po them më nënçmuese, po veprat, qoftë pastrimin e banjeve, nuk mund gjeni femra në botën islame. Sepse ato janë punë që duhet i bëj mashkulli, jo femra. Të mos flasim për vepra tjera, për punë tjera, fizike. Pra në Islam femra është nderuar, është respektuar dhe pabesimtarët mundohen me thonë se si femra si mashkulli janë të njëjtë. Në Islam të drejtat i kanë të barabarta. Çka do të thonë të drejta? Ajo e merr hakun që ja ka caktuar Islami, kjo burri e merr hakun që e ka caktuar Islami, por nuk janë të njëjtë. Nuk janë, do të thonë, nuk është drejtësi. Pra, ar-rijalu qawwamun 'ala an-nisa. Burrat janë më të fuqishëm se gratë. Kjo është e qartë, kjo nuk ka asnjë, do të thonë, është krejtësisht
naivitet dhe nuk ka logjik me thonë si burra, si femra, si mashkull janë të njëjtit. Nuk janë të njëjtit. Allahu ka krijuar mashkullin mashkull, femrën femër. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Burrat janë më të fuqishëm se gratë. Dhe kjo është e dëshmuar. Kjo nuk do të thotë që nënçmohet femra, por qartësohet pozita e saj. Qartësohet pozita e saj. Por, kur thot Allahu, kush bën vepër të mirë, qof mashkull dhe qof femër, do të ketë shpërblime. Këtu janë të barabartë. Pra në Islam nuk ka, nëse një njeri ja xhiron Ramazanin, nëse është burr do t'i ketë 1000 shpërblime, nëse është grup do t'i ketë 500 shpërblime. Kështu nuk ka Islam. Këtu janë të drejtë të barabartë. Dhe mundet femra që me ibadetin e saj, me sinqeritetin e saj, me arrit grada më të larta se sa mashkulli. Por edhe pabesimtarët e kanë qartë që nuk ka general që udhëheq ushtrin femër. Nuk ka general. Edhe kirurgët më të fuqishëm e shohim që nuk ka femra kirurgë. Nëse ka, por nuk kanë influencë, domethënë. Nëse tash jo për minën çmum, mirë, por nëse në hapim një spital, edhe hapim domethënë reklamojmë që vetëm femrat janë kirurga, shko kush në atë spital. Pra kjo është e dëshmuar, se është përkon edhe me logjikën e njeriu. Por nuk është qëllim këtu me nënçmuar, mirë, por realitet. Edhe burrat dallojnë prej burrave. Edhe burrat dallojnë prej burrave. Pra ka burra që ju ka dhënë Allah fuqi më të madhe, si ndije, si në fuqi, si në peshë, si në gjitha ato. Nuk janë të barabartë këtë aspekt. Por drejtësia është diçka tjetër dhe barazia është diçka tjetër. Prandaj, e përmend Sheikh Fauzani që mundohen mi krahasu. Kjo është mentalitet që me krahasu burrin edhe gruan. Edhe me urry atë që është zbritur nga ana Allahu subhanahu wa taala. Me urry nga atë që është zbritur nga ana Allahu. Se nana e Mariemës alayhis salam, nana e Mariemës, ajo është zotu që foshnja e saj që është në bar ka melon në Quds, në xhami për me shërby. Dhe ajo ka shpresuar që do t'i lind djalë, dhe i ka lind vajzë, i ka lind Mariemja. Dhe mëtej, Mariemja alayhis salam, historia e saj është e përmendur në Kur'an. E Allahu thot: "Walaysa dhakaru kal untha", nuk është si mashkull dhe si femra. Por Allah i ka dhënë begati edhe mirësi, mëtej ajo ka lind Isa alayhis salatu wassalam. Prandaj, ومن ذلك حملة الشنيع على الحجاب والتنديد به. Pjesë e urrejtjes që bëjnë pabesimtarët që është dalje prej fe është me urry hijabin, mbulesën. والتنديد به. Dhe kjo është një pjesë shumë e ndihshme. Kjo është një pjesë shumë e ndihshme te mbulimi i fytyrës. Shumica e dietarëve thonë që mbulimi i fytyrës, nikabi, mbulesa e fytyrës, është sunet, nuk është vajib. Shumica e dietarëve të sunetit, në përgjithësi gjatë historisë e ehli sunetit, shumica thonë që mbulimi i fytyrës nuk është obligim. Por asnjë dietar i sunetit nuk thotë që nuk është sunet. Nuk është që nuk është sunet. Prandaj, njerëzit duhet me pas frikën e Allahut, mos me e urry, mos me rënë ndikimin e pabesimtarëve. Me urry diçka që është e ligjshme. Me urry diçka që është e ligjshme. Pra, flisju një njerëzit në bazë të kuptimit që e kanë ata. Por nëse detyrohesh, nëse në momentet caktuar kërkohet me sqaroje me argumente, por jo Allah i na ruajt me thonë që kjo është traditë e arabëve, s'ka lidhje me traditën arabe. Mbulesa dhe pastaj edhe mbulesa me xhilbab që duhet me qenë i mbuluar krejt trupi. Jo me qenë i ngushtuar. Pra, problemi ka që shumë musliman ka të cilët e urrejnë mbulesën islamet tamam sipas asaj çfarë kërkohet, mbulimi i tërë trupit. Gjitha këto janë dobësime dhe defekte që e ka njeriu në lidhje me atë që ka zbritur Allahu subhanahu wa taala dhe atë me të cilin ka ardhur pejgamberi alayhis salatu wassalam. Thot, pashtë Sheikh Fauzani përmend disa shembuj që mundohen thot me i urrejnë ajetet të cilat kanë zbritur në al-wala wal-bara, dashurinë dhe urrejtjen për Allah, distancimin që duhet me pas për bindjet që i kanë kristianët
jehudët, dhe kjo ideja që të gjithë janë të barabartë është ide kufrije. Dhe këtu bin shumë njerëz në këtë grack, qoftë edhe predikues bin këtë grack. Pra, të gjitha janë shtëpia e Zotit thon, apo të gjitha librat të shpallura duke mos sqaruar. Pra fusin Kur'anin me libra të tjerë që nuk janë libra të shpallur, se librat të shpallur më kanë përfunduar. Tevrati, Injili, Zeburi, ato janë më tani vula atyre libra është Kur'ani. Dhe nuk guxoj me thonë që tani më ka libër të shpallur nga Allahu përveç Kur'anit në këtë zaman. Dhe këtu bëjnë devijime dhe mundohen njerëz duke i mohuar ajetet të cilat flasin për dashurinë dhe urrëtitjen që duhet me pas. Fal wajib 'ala al-muslim an yattaqi Allah. E ka obligim muslimani mi pas frikën e Allahut, wa an la yudahin al-kafara wal yahud wa nasara. Dhe nuk duhet me bë kompromis me çështjet e fesë. Allahu ka thënë waddu law tudhinu fayudhinun. Dëshirojnë pabesimtarët që ti të bësh kompromis me ata. Cili është kompromisi? Kompromisi pra, siç ka ardhur në kohën e pejgamberit e sa mushrik, kur e kanë pasur që janë zhgënjur, kanë pasur që s'po mujë e largojnë pejgamberin e sa ose nga vërteta, dhe kanë pasur çdo ditë që po fuqizohet Islami dhe muslimanët, kanë thënë ti adhuroni vit Allahun siç po dëshiron ti, vitin tjetër më adhuru që dojmë na. Dhe Allahu ka zbrit surën Kafirun, thua ju, o ju pabesimtar. O ju pabesimtar. Pra, njerëz e luhatur dhe të lajthitur shumë bëjnë mashtrim me ajetin e fundit. Ju e keni fenë juve dhe ne kemi fenë tonë. Sikur edhe ti në drejtën edhe unë në drejtën. Kështu e kupton njeriu i thjesht. Edhe ti në xhenet edhe unë në xhenet. Ti e ke atë rrugën tonë, unë rrugën. Nuk është kjo. Allahu ka zbrit për më u tregu njerëz, nuk ka kompromis. Pra ti e ke fenë tonë, po ti je në zjarr. Unë kam fenë time, po unë jam në Islam. Dhe për këtë thot Allahu, thuaj që unë nuk adhuroj atë që adhuroni ju. Por në fillim e juhel kafirun. O ju pabesimtar. O ju pabesimtar. Dhe këtu është e fe bihadhe l-hadithi antu mudhinun. A më këtë Kur'an ju, po dëni me bo kompromis, nuk ka kompromis. As për sunnë, as për tauhid, as për islam, nuk ka kompromis. Se Zotën ata nuk bëjnë kompromis. Përgjithësi pabesimtarë, sa të që të mashtrojnë ty, ata në fund janë ata cilët të godasin edhe godasin islamin. In ashab al-janna la yastawi ashabu an-nar wa ashabu al-janna. Nuk janë të barabartë banorët e xhenetit dhe banorët e zjarrit. Ashabu al-janna hum al-faizun. Banorët e xhenetit janë ata cilët e kanë fituar xhenetin. Fala yajuzu abadan. Pra, Allahu jalla wa ala anzala al-Quran bil farqi bayna al-mu'min wal kafir. Kurani e ka dalluar mes të mirës dhe të keqen, musliman, besimtarin edhe jo besimtarin. Pra, pavarësisht është kristian, jehudi, mushrik e kështu me radhë. Në kohën e pejgamberit, pastaj thot Sheikh Fawzani thot një njeri në kohën e pejgamberit alayhissalatu wassalam kanë qenë një udhtim, edhe ajo ka lexuar çdo namaz, ajo ka lexuar surën al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Edhe në ardhjën në kute pejgamberi alayhissalatu wassalam fa dhakaru dhalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan thonë ç'është me këtë njeri, çdo namaz nxjerrin në rekat qul huwallahu ahad, Allahu samad. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pyet për çfarë? Qala, ai ka thënë uhibbuha li'annaha sifatu rrahman. Thot e du shumë këtë surë se këtu përshkruhet Allahu. Allahu përshkruan surën Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dhe pejgamberi alayhisalatu wassalam ka thënë inna hubbaka laha adkhalaka Allahu al-janna. Allahu ka më të futë xhenet për këtë dashuri që e ke. Pra, kur ti e don Kur'anin, kur ti e don sunetin e pejgamberit alayhisalatu wassalam, kjo është shenjë që njeriu pra do ta fitojë xhenetin. Pastaj
Sheikh Fauzani ja vrejti dhe atyre që janë fanatikë në mëdhebe, qoftë mëdhebin Hanbali, mëdhebin Maliki, apo mëdhebin e sheikhut ti e kundërshton të vërtetën, edhe këtu ja vrejti. Dhe i përmend Sheikh Fauzani dhe thot, qal Imam Shafi rahimullah, ka thënë Imam Shafiu, ajma'a al-muslimun ala annahu man istabanat lahu sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ka unanimitet të muslimanët se kur dikujt qartësohet se kjo suneti nuk lejohet. Lem yakun lahu an yad'aha li qawli ahad. Nuk lejohet me lënë sunetin për fjalën e asnjë njeriu në dunjë. Ibn al-Qayyim al-Jauziyja nuk e ka lënë fjalën, e ka braktisur fjalën e Ibn Taymiyes kur e ka kuptuar që e vërteta është një mendim tjetër. Edhe dietar tjerë, Ibn Uthaymin rahimullah, Sharhul Mumti kundërshton mëdhebin Hanbali, disa momente, disa raste. E kundërshton mëdhebin e Hanbalive në Saudi. Pra në meselet fikut, e lemu kur të është pyetje e vërteta, e kota, suneti, bidati. Po ashtu thot Sheikhul Fauzan, Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, lidhje me disa rregull, format haxhit, ka thënë, kështu ka vepru pejgamberi alayhis salatu wassalam, ata i kanë thënë, po Abu Bekri dhe Omeri ka vepru formën e haxhit ndryshe. Pejgamberi Abdullah ibn Abbas i ka thënë, yushaku an tanzilu aleikum hijaratun min as-sama. Kan frikë që do të binë gur nga qielli me ju dënu. Aqulu lakum, po ju them juve, qala Rasulullah, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar, ju po thuni ka thënë Abu Bekri dhe Omeri. إذا كان التقديم قول أبي بكر وعمر على قول الرسول صلى الله عليه وسلم përderisa thot edhe fjala e Abu Bekrit dhe Omerit nëse është në pyetje që mos më dhon përparësi para fjalës e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kush mbetet këtë dunja që mund të kundërshtohet suneti e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Dhe e merr një shembull Sheikh Fauzani që kur të është çështja e sunetit, kur të është çështja e fesë, çdo herë duhet me nënshtru argumentit. Dhe mos me mendu që e vërteta është dika tjetër, e përmend wal qissat lamma Umar yaqul ayuha an-nas, o ju njerëz, ittahamu ar-ra'ya. Akuzoni logjikën e juaj kur të është bytje feja. Pra, nëse mendja jote thot si ka mundësi kështu, si ka mundësi ashtu, ittahimu ar-ra'ya, më njëherë akuzoni veten e juaj, akuzoni mendjen e juaj. Falau ra'aytani yawma bujandal, thot sikur të kishi pa mu, Omeri ka thonë, ka marrë shembull veten. Thot sikur të kishi pa mu në para si më ndodha e marrveshja Hudejbijës, kur nis muslimanët me shku me hin në Qabe, po ju ndalu nga mushrikët. Para se të ndodh marrveshja, i kanë shkruar pikat e marrveshjes, mirë po, pe pikat e marrveshjes ka qenë që kushdo që pe mushrikëve pranon Islamin s'ka drejt me hitë musliman. Dhe aty e ka pranuar Islamin e Bujendel më herët, duke u nënshkruar marrveshje ka thonë po dal kënej ka muslimanët. Atëherë nënshkruani marrveshje. Dhe ata mushrikë kanë thonë jo, kthej Abu Jendel. Dhe pejgamberi alayhis salatu wassalam e ka kthyer Abu Jendel. Dhe në çat kësaj marrveshje Omerit ju ka dok si po nënçmohen musliman. S'ka mujt me përballu një diçka që është ka ndodhur para syve të tij. Një marrveshje që ju ka dok se është dëm për muslimanët, edhe po nënçmohet pejgamberi alayhis salatu wassalam. Pra, xhelozi për të dërguarin Allahu, xhelozi për të vërtetën. Edhe ka pa atë Abu Jendel duke tentuar mu largu, po e kanë marrë mushrikët. Edhe kanë nënshkruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mu kthy mu tani në këtë vit mos më shku në Mekë. Derisa ka shku te Omer Abu Bekr radiallahu anhu dhe i ka thënë thuaj pejgamberit alayhis salatu wasallam të mos e nënshkruan këtë marrveshje. Abu Bekri ka thënë hadha rasulullah amsik bi gharzihi. Ky është i dërguari i Allahut, ka po pas gharzihi, pra sikur asaj kërpeshit, mos lësho se humb. Thumma fatamma sulhu, dhe ka ndodhur marrveshja. Edhe më teje kanë kuptuar se kjo marrveshje ka qenë hajër për musliman, ka qenë fitore për musliman. Për ato 2-3 vite sa ka vazhduar ajo marrveshje derisa kanë thy, kanë pranuar Islamin afër 20.000 veta. Përderisa për 17 vite u bën vet as 2-3 veta si ishin musliman. 18 vite, 17 vite. Prej ardhes shpalljes, zbritjes Kur'anit,
fillimit zbritjes Kuranit. E deri në marrëveshjen e Hudejbijës ishin luftra, armiqësi, 13 Medinë, 13 Mekë, 13 vite në Mekë, pastaj ato në Medinë. Për ato vite ishte një as 3-4 veta se kishin pranuar Islamin. Pas asaj marrëveshje, për 2 vite, përveç se e pranoi Islamin Khalid ibn al-Walid dhe Amr ibn al-Asi, afër 20.000 veta pranuan Islamin, se u çetsuan gjakrat. Dhe Allahu zbriti ajet inna fatahna laka fathan mubina. Ne të kemi zbrit ty një fitore të madhe. Ta kemi dhënë një fitore të madhe, është lirimi i Mekkës. Lirimi i Mekkës. Dhe Omer radiallahu anhu pas kësaj e ka marrë shembull veten që në asnjë rrethon nuk duhet mendoj që e drejta është me mendimin e ndokujt edhe me anashkalu sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj ne duhet me dashur Allahun dhe të dërguarin e tij, dhe kjo është pra një prej temave që kush urrejn diçka nga ajo çka ka zbritur Allahu, kjo është kufër dhe është prej temave më të ndihshme, dhe vetëm një përgjigje të shejkhut kur e pyesin lidhje me këtë temë, ja u lexoj, e pyesin lidhje me ata të cilët kanë lodhje dhe përtaci dhe për faljen e namazit natës apo namazit sabahut, apo kanë vështirësi në dhënien e zakatit. A është kjo urrejtje që dhe Sheikh Fawzani Allah mëshiroft thot hunaka farqun bayna kaunul insan yubghid ma anzala Allah wa kaunuhu yusibuhu al-kasal an qiyam al-layl. Ka dallim mes atij që urrejn diç nga atë që është ardhur nga shpallja dhe mes atij i cili ka lodhje dhe përtaci në faljen në kryen e obligimeve. Sepse e përmend kutiba aleikumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Allahu ka thënë, ju ka drejtuar muslimanëve, ju është bëju obligim xhihadi edhe pse ju atë nuk e pëlqeni. Pra, kanë pas vështirësi, jo pse kanë urryr lidhshmërinë e xhihadit. Absolutisht jo, musliman nuk e kanë urryr një gjë të tillë. Po, pra kanë pas disa prej tyre kanë pritu, është diçka e pa, mirë po, sikur njeriu domethënë e don operacionin, nëse e kupton që operacioni e shpëton jetën, por në momentin nuk ka frikë me një operacion. Dhe ka dallim mes atij i cili thotë nuk e du operacionin. Nuk më pëlqen, nuk e du dhe nuk marr vendim me pranu. Ka dallim pra mes kësaj dhe asaj. Dhe duhet pra me pas parasysh këtë çështje. Lutim Allahun subhanahu wa taala që të na shtoj diturinë dhe të na largojë nga devimi. Sallallahu alaihi wasallam ala nabina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi ecma'in.